Përshëndetje të nderuar bashkëdhetar. Tema e emisionit të sotëm është avancimi i gruas në Mërgat. Do të bashkëbisedojmë me doktoreshën Sherife Grainca Bajrami, e cila vepron në Zvicër. Përshëndetje e nderuar. Faleminderit për ftesën, ju përshëndes juve personalisht për edhe stafin e juaj. Atëherë, doktoresh, pro tema është avancimi i gruas në Mërgat, por megjithatë ne do t'ju pyesim në fillim ndoshta sa vite jeni në Mërgat? Kanë kaluar vite, po mund të them saktësisht se isha pak para luftës, shkova në Zvicër, kurse në Mërgat, them në Kroaci jam edhe disa vite, të me thënë dikun 28 vite tutje. Ja. Si ja keni arritur në të gjendeni në profesionin, sepse ju keni mbaru këtu shkollimin, pastaj atje jeni ngritur, thatë që edhe në Kroaci, por diploma kjo ju ka vlejtur atje fillimisht, keni punu direkt si doktoresh atje, si ka ndodhur ndoshta pak kjo ngritja juaj? Është interesant se unë kur shkova në Kroaci, asnjëherë nuk kam menduar se kam shku jashtë Kroacisë, themi jashtë Ballkanit, mirë po për rrethonat që ishin atë kohë në Ballkan dhe në Evropë, unë emigrova në Zvicër. Integrimi im në shoqërinë zvicrane nuk ka qenë krejt një rrugë shtruar me lule, por ka qenë themi me shumë gur, të cilat sipas një shkrimtari shumë të famshëm gjerman thot, edhe kur rruga është e shtruar me gur, duhet të nxirret ajo me bukra. Dhe unë me vetbesim të plot i hyja asaj rruge dhe ja dola, them ashtu se me mund, po edhe me sakrificë. Rruga ishte gjatë, e mundimshme, mirë po rezultati ishte ai për cilën unë kam luftuar këtu në Kosovë, që një ditë punën dhe veprën të cilën e kisha filluar këtu në Kosovë të vazhdoj edhe më tutje. Pra nuk e specifikuam çështjen e pozitës tuaj aktuale në Zvicër? Unë jam e specializuar me mjekësinë interne, punoj me një klinikë të specializuar për reumatologji dhe osteoporozë në një kanton Argau të Zvicrës. Kam pozitën e shefit kryesor, menjëherë mas drejtorit të klinikës, domethënë jam shef arstim për injën e medicinë, kolegët e mi të cilët jetojnë në Zvicër e dinë këtë pozicion timin që kam. Jam përgjegjës për mirëvajtjen e punës në klinikë, për të cilën e bëj për çdo ditë dhe jam krenare për këtë. Si shqiptare, si ndjeheni në këtë pozicion që jeni? Shumë mirë, edhe pse nuk është... Çfarë do të thotë për ju faktikisht? Po, shumë mirë, edhe pse nuk është edhe e lehtë, domethënë se përgjegjësia është shumë e madhe. Mirë, po me angazhim të përditshëm edhe me bagazhin të cilin secili njeri e sjell me vete derisa të mrrijë në atë pozitë, ja del. Domethënë nuk është diçka e pamundur edhe për një grua e cila vjen nga Kosova ose nga Ballkani, e të mos them për një grua shqiptare. Për mua ka qenë vetëm vazhdim i synimeve të mia të cilat i kam pas filluar qysh në Kosovë. Domethënë, edhe pse s'ka qenë ëndra ime që të mrij në këtë pozitë dikon jashtë atë dhejot, po ja që pati deshi që të jem në Zvicër. Duke qenë se jeni shqiptare, sa ndikon kur një pacient e trajtoni një shqiptar? A ka dallim, sepse thuhet që nuk ka dallime, por megjithatë ndoshta ju qytetarët tanë që jetojnë në Zvicër, natyrisht se presin një është lehtësim për ta. Po presin që kontakti me mjekun, të cilën zakonisht e kanë pasur të kaluar në Zvicran, të bëjnë gjuhën gjermane. Tash kur takoj një qytetar, të themi një mjek të përgatitur në Zvicër, edhe që flet gjuhën shqipe, ata e presin me një entuziazëm shumë të madh. Edhe kur e marrin vesh se pozita dhe përgatitja shkollore është nivelit në alt, atëherë ata e fitojnë besimin shumë shpejt. Ne përveç që ju sqarojmë gjitha prekupimin të tyre në gjuhën shqipe, ne përmbushim edhe obligimin tonë të cilën e kemi human si mjek, domethënë të bëjmë ofrimin e shërbimit në mënyrë më të mundshme. Absolutisht nuk ka dallim, jo vetëm sa i përket. Sepse ata si shqiptarë me siguri ndihen më lirshëm ndoshta. Ndihen shumë më lirshëm, edhe faktikisht arrin që të artikulojnë pengesat e tyre shëndetësore në mënyrën më të mirë të mundshme. Se shpeshherë edhe gjuha zvicrane ka specifikat e veta ku secili qytetar që joni që jeton në Zvicër ndoshta nuk e ka një kulturë gjerë shëndetësore dhe të dhemi një shembull konkret, ai thot po më dhem shpinë, apo nuk din me klasifikua pjesën e sipër me atë mesme, kurse kur flasim shqip, ne atëherë mujna pak më shumë shku edhe më tutje. Edhe zakonisht e ndjen veten pak më të lirë, e ka një besim aty për aty, edhe neve si mjek e ndjen veten shumë mirë që kemi mundësi që përveç punës së përditshme që bëjmë për komunitetin zvicran. Sa i kushtojnë rëndësi ata shqiptarët, themi ndoshta kështu Po shëndetit?
Po tash na duhet me kuptu edhe ata se shëndeti është pjesë jona e secilit njërit për neve. Shqiptarët angazhohen me punë dhe veprimtari shumë në Zvicër. Kuptohet, ndashta edhe shëndeti nuk e kam pash me njerë themin lëmin prioritare. Mirë, po kur ka nevojë për mjek, ata i drejtohen institucioneve shëndetësore dhe kanë besim në ato institucione shëndetësore me gjithë dëshirë, derisa të zgjidhin problemet e tyne. Kur hasin në mjek shqiptar, ata ndin vetën të lumtur se edhe në Zvicër kanë mundësi që përveç pengesave, brengave tjera, edhe ato shëndetësore ti dallojnë me bashkëvendasit e vetë të cilave ju kanë falë besimin, si këtu në Kosovë, po ashtu edhe në Markat. Por megjithatë e përmendet për shkak të probleme shëndetësore, sepse duke qenë se puna e tyre e thatë që puna, po për shembull sot kemi një ndryshim të Mërgatës, nuk është më vetëm ajo Mërgata që dikur punëtor krahu kanë qenë, sot e kemi më të avancuar, apo? E kemi shumë të avancuar dhe gjenata e dytë, them gjenata të neve në Zvicër themi sekondët, janë shumë mirë të përgatitën dhe nuk largohen ose nuk ju ikin larg moshatarëve të komuniteteve tjera, po edhe vetë zvicranëve. Qytetarët tonë i drejtohen mjekut tamam atëherë kur ka nevojë për të zgjidhur një problem shëndetësor tyne, por nuk ju drejtohen pa nevojë. Ajo një imazh që ka menduar përpara se njerëzit drejtohen te mjeku vetëm për të përfituar nga ana sociale një pension invalidor ka përfunduar. Për shkak se edhe ligjet në Zvicër janë pak më të ashpra, por edhe njerëzit dinë se vetëm me punë mund të arrijë rezultate. Janë vetëdijsu edhe këtë e them me përgjegjësi plot. Mund të flasim për një komunitet të integruar? Janë mirë të integruar? Komuniteti shqiptar është mirë integruar, por nuk mjafton. Ka dhe komunitetet që ja kanë mësuar Zvicrën shumë më herët se ne dhe ja kanë arritë të dalin. Ne shqiptarët e kemi kaluar fazën më të vështirë të cilën e kishim në fillim dhe tani po trajtojmë vendin tonë si pjesë e komunitetit në Zvicër në mënyrën më të mirë të mundshme. Sot qytetarët tonë, shqiptarë e kam fjalën, janë të denjë dhe të zotët në profesionet ndryshme, si në ekonomi, në biznes, në sport, pastaj në mjekësi, po edhe në arsim. Fëmijët tonë sot kanë diploma të universiteteve më prestigjioze, jo vetëm në Zvicër, po edhe në Evropë. Universiteti St. Gallenit, ETH-ja në Zvicër, llogaritën nga shkollat apo kolegjet më të përgatitura në botë dhe aty gjen shumë shqiptar. Ne jemi krenarë që fëmijët tonë janë ka ndjekin rrugën tonë që ne kemi filluar dhe po vazhdojmë me tutje dhe shpresoj dhe uroj që të na kalojnë edhe neve, se ardhmëria i përket të rinjve. Ne dim këtë. Kur e bëra pyetjen për integrimin e tyre, thatë janë edhe nuk janë. Por megjithatë, çfarë pengon? Ne duhet ta kemi parasysh se Mërgata, e cila emigroi ose themi qytetarët tanë të janë mësyer në rrugëve të perëndimit, dallohet ajo pak para luftës edhe në vitet e 80-ta. Qytetarët që shkuan në vitet e 80-ta, ata më tepër kishin probleme ekonomike, nuk e kishin një përgatitje shkollore të cilën e morën me veti për të çuar atje. Tash gjenata e jonë ka pasur një përgatitje shumë të lartë, qoftë arsimore, edhe në lami tjera, kështu që ata kanë dallime shumë të mëdha. Do të thonë edhe në pjesën e Mërgatës kemi dallime në mes komunitetit tonë. Kemi njerëz qytetarë të cilët janë integruar në mënyrën më të mirë të mundshme, por kemi edhe një pjesë, një grup i vogël, të cilët vujnë nga them ashtu në vujnë, janë të preokupuar apo bartin ende ato elemente të cilat e frenojnë integrimin e shqiptarëve në Zvicër. Cilat janë këto elemente që e frenojnë? Unë kisha mujt me thonë në rastin e parë mungesa arsimimit duhur, pastaj përkatësia ose dhënia ose theksimi kohë të fundit sa i përket çështjes fetare, duke mos i lënë anash edhe përkatësitë politike që për mendimin tim po shkaktojnë edhe një përçarje ose një stagnim të komunitetit shqiptar në Zvicër. Neve përpara luftës kishim një komunitet shqiptar pa dallime qofshin ato fetare, politike ose arsimore. Tash kohë të fundit po shkon një dallim i madh në këtë drejtim, mirë po rinia e cila ka lind dhe është edukuar në shkollat zvicrane po e bën dallimin. Duke integruar sistemin zvicran po merr ato më të mirën të mundshme, edhe po mënohet ato pengesat që ka marrë prej vendeve të origjinës ti largojnë në mënyrë që të ndij veten si qytetar barabartë të komunitetit zvicran. Përmendet politikën, çfarë mund të ndikojë këtu politika në çështjen e integrimit, çfarë mund ta pengojë? Po, kemi fjalën politik, partit nga vendi i origjinës apo a dini se sistemi politik në Zvicër vlen për gjithë qytetarët zvicran. Tash neve si shqiptarë, si komunitet nuk jemi aq edhe aktiv sa i përket sistemit politik në Zvicër, mirë po ka edhe në shumë kantone edhe në shumë komuna ku qytetarët tonë kanë arrit dhe kanë tepërtuar në sistemin juridik edhe në vend udhëheqëse edhe në këto kantone. Kurse sa i përket politikës e cila bartet prej vendit të origjinës
në Zvicër. Aty kemi dallime sepse ne nuk mund ta mohojmë aty se shqiptarët që kanë përardhje pi Kosovës i takojnë edhe partive ndryshme që janë në Kosovë, po cilat tolerancën ndërmjet veti duhet ta përsosin, ta shndrojnë në atë mënyrë të njëjtë sikur që kanë ndaj komunitetit zviceran. Se janë të politizuar, thoni? Është për fat keq. Ka përçar margatën kjo? Nuk e them me dëshirë, po kjo është evidente. Një pjesë, ndoshta fjala përçarje do të ishte një fjalë vrasht, mirë po kanë dallime të mëdha. Domethënë pjesëtarët e komunitetit që i takojnë partisë caktuar, dallohen prej një komunitetit në një parti tjetër, ndoshta nuk i kanë interesat e kalkuluar në mënyrë të njëjtë, se unë jam plotësisht e bindur pa marrë parasysh bindjeve të tyre politika, të gjithë dëshirojnë që çështja shqiptare ta çojnë më tutje. Mirë po çështja shqiptare quhet më tutje vetëm atëherë kur jemi të bashkuar. Duke i lënë nga tresat, ndarjet të cilat i përkasin vendit të origjinës, mos i marrim me vete. Pra ju konsideroni politika jashtë Mërgatës? Po, pikërisht unë them ndarjet politike çfarë duhet Mërgatës pra? Që ta ketë lidhjen me vendin, sepse kjo është një formë mund të konsiderohet edhe një lidhje me vendin derisa kanë orientim apo kanë përkrahin dikë se janë votues fundja. Është e vërtetë ajo. Kanë të drejtën e votës. Është e vërtetë ajo se kanë drejtë votës edhe kanë drejtë përkrahin një subjekt të veçantë politik. Mirë po gjithmonë duhet mos me harru se çështja e Mërgatës është shqiptarizmi, jo partia. Mirë. Pozita e gruas në Mërgatë. Pozita e gruas është e larmishme, themi për nivelit pak më poshtë deri në nivelin e mesëm dhe nivelin më të lartë. Sot gjen gratë që janë me arsimim shumë superior, gjen në biznes, në lëmin e ekonomisë, në lëmin e sporteve, në lëmin e shëndetësisë, edhe edhe ato nuk janë të ralla. Kjo është fjala për gjenatën time, kurse për gjenatën e dytë, cila vjen me fëmijë tanë, e tutje, ajo ka marrë shumë havë. Një pjesë shumë e madhe të rinjve tonë shkollohen në vërtetë si për mëna pak më përpara më prestigjioze në Zvicër dhe arrin që të deportojnë. Pra i kushtojnë rëndësi. Shumë. Mirë po këtu duhet me bëni dallim. Gjenata që ka qenë në viteve të 10-ta, arsimimi nuk e kanë pas prioritet. Them në mënyrë masovike, se edhe aty kemi depërtime individualiste. Kurse gjenata jonë, shkollimin e fëmijëve njëjtë sikur këtu shqiptarët e Kosovës e kanë prioritet numër 1. Dhe janë në rrugë të duhur. Ajo kanë ndikuar me siguri për shkak të kushteve. Sepse si kanë pas kushtet kur kanë ikur atje dhe normalisht ju është dashur që të punojnë. Është e vërtetë, mirë po sistemi zviceran. Ta ndihmojnë dikë këtu. Po sistemi zviceran ofron një mbështetje dhe fëmijët e personave të nuk i mbërrin, themi për shkak të çështjeve financiare ta sigurojnë vetë shkollimin. Zvicra ka një sistem të perfeksionuar për çështje sociale. Mirë po aty duhet edhe roli prindërve. Aty luan shumë rol se sa përkrahet fëmiu. Nuk mjafton vetëm mësimi në shkolla, duhet edhe përkraja nga shtëpia. Ne gjenata ime kemi bërë këta me dëshirë. Jo vetëm fëmijët e mi, po edhe fëmijët e kolegëve dhe tjerëve, sot kanë një diploma në vërtet të cilë për mëna pak më përpara, cilat çojnë pesh në sistemin zviceran dhe janë rrugën e duhur që ta prezantojnë Mërgatën në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo neve si shqiptar na bën krenar sepse edhe një pjesë e madhe jona nuk i kemi harruar lidhjen me vendlindjen. Nëse ne i forcojmë lidhjen me vendlindjen, sa i përket shëndetësisë, arsimit, ekonomisë, ajo e bën komunitetin tonë më të fortë. Nuk mjafton vetëm muzika. Nuk kam as pak paragjykime për llojen e muzikës që partet nga vendet e origjinës në Evropë, mirë po duhet të dihet se kultura duhet të jetë e lamërshme. Ne kemi edhe shumë përfaqësues të komunitetit shqiptar në Zvicër që merren me art, me teatr, me akademi të muzikës, të e çojnë kulturën më tutje. Mirë po në këtë rast duhet edhe vendet e origjinës të bëjnë diçka më shumë, ti intensifikojnë këto kontakte, jo në mënyrë sporadike, por ti fusin në emër të institucioneve, bashkëpunimin diaspor edhe vendjam. Nuk mjafton vetëm një ministri e diasporës të ketë një emër, duhet të ketë edhe vepra. Ato neve në mundon. Çfarë mendoni të involvohet direkt në duhet të ketë programe të përbashkëta. Duhet të ketë programe të përbashkëta që edhe të rinjtë tanë të rriten jashtë të kenë mundësi të absolvojnë 1 javë, 2 javë, 3 javë apo matutje në formë të praktikumeve të ndryshme në vendet e origjinës. Po janë duke e bërë, sepse unë kam pas në emision disa prej tyre të cilët janë. Është e vërtetë, mirë po ka këtu edhe pengesa, që duhet me eliminu. Fëmijët tanë duhet me komuniku me vendin e origjinës jo vetëm gjuhën zyrtare, por edhe në gjuhën e komunitetit. Mund kujtohet rasti kur ka fëmijë të cilët natyrisht se ata e kanë gjuhën gjermane, angleze prioritet, por duhet që edhe në gjuhën shqipe të komunikojnë më shumë. Nuk mjafton që një fëmijë të drejtohet institucioneve të Kosovës vetëm në gjuhën angleze, por duhet edhe në gjuhën shqipe. Pikërisht këtu. Sa i kushtojnë rëndësi gjuhës, sepse
e thamë që faktik që këta fëmijë duhet komunikojnë me vendin origjinës, këta duhet sigurisht ta dinë edhe gjuhën prej ka kanë ardhur partë të tyre, nëse ata s'kan lindur këtu, por megjithatë origjina e tyre vjen. Prandaj sa i kushtohet mësimit plotësues. I kushtohet kujdes, ju ka kushtuar edhe më përpara, do të thonë rujtja e kulturës, traditave, historisë, vendit të origjinës është prioritet shumë i madh, jo vetëm i prindërve, po edhe një organizatave të organizuara si lidhja e mësonjësve që punon lapshit që punon në kuadër të komunitetit zvisran. Mirë po edhe aty duhet pak një përmirësim sa i përket kualitetit, sepse nuk mjafton vetëm ta njohësh gjuhën shqipe, duhet jetë edhe pedagog. Duhet pedagog i mirëfillt që atë dashurinë që e kanë prindërit, më falni, fëmijët, ta çojë më tutje se ata kanë nevojë për kulturën shqiptare, për biologji, gjeografi, matematikë, mësojnë në shkollat e komunitetit zvisran. Mirë po aty duhet më kushtuar më tepër rëndësi se si fëmijëve tonë gjuhës historisë. Po gjuhës, historisë, kulturës dhe artit shqiptar. Edhe vetëm në këtë mënyrë ne mund t'i ofrojmë atë dashurinë që kanë fëmijët tonë në vepra. Do të thonë ai duhet të mësoj historinë e popullit shqiptar, po jo atë historinë të cilën e ka imponu, themi, pushtuesi, po historinë e mirëfillt shqiptare. Edhe aty është ka bëhet një avancim i duhur, edhe shifet me ato manifestimet e veçanta të cilat e bën dita ditës, po thash vend për kënaqësi nuk ka, duhet edhe aty një përsosje më e madhe. Unë nuk vi nevojitet një reformë lapsh, mendoni? Unë nuk vi prej kësaj lamie, kështu që nuk i ndjej veten si eksperte të bëj një precizitet sakt se çka duhet përmirësohet. Mirë, po megjithatë duhet përmirësohet. Diçka në mënyrë që fëmijët tonë ta ndinë krenar edhe atëherë kur nuk janë Kosovë si shqiptar, si në Zvicër po edhe vende tjera të perëndimit. Sa kanë ndjeni fëmijët për Kosovën, për Shqipërinë, për bisër shqiptare në përgjithësi, malësi? Po, nëse shkojmë ka aspekti shkencor, historia e Ballkanit, ku bën pjesë edhe Kosova dhe Shqipëria dhe vende tjera të popullzuara me shqiptar, mësohet në nivel Zvicrës, po si sa i përket historisë europiane botnore. Ata nuk e mësojnë historinë e shqiptarëve sikur e mësohet historia e shqiptarëve në Kosovë. Atë pjesë, ai vakum që krijohet, atëherë duhet ta plotësojmë këto shkollat. Po, pikërisht për ata. Se periudhën e Skënderbeut, ata e trajton secila histori evropiane. Mirë, po neve duhet ta trajtojmë edhe periudhën pas Skënderbeut. Do të thonë edhe periudhën që nuk dinë shkrime. Sidomos këtë periudhën e re, duhet që në mënyrë të mirëfillt shkencore t'i ofrojmë fëmijëve tonë edhe nëpërmjet tyre edhe botës të dihet historia shqiptare në Ballkan, se ishin një popull i shtypur i cili luftoi për liri. Po jo vetëm në mënyrë patriotizmi, por me fakte. Historiografia duhet t'ia paraqes perëndimit ato që vlerësohet në mënyrë të mirëfillt shkencore. Nuk mjafton në Evropë të jesh vetëm patriot. Duhet të kesh edhe fakte dhe ta mbështetesh edhe të qëndrosh pas saj. Sigurisht, faktet janë ato të cilat duhet t'i bazosh diku. Megjithatë, a janë konservatorë? Nëse po, çfarë këshilloni argjentarët? Një pjesë e popullatës sonë është e vërtetë që janë konservatorë. Sidomos e thash edhe më para, pjesa e popullatës e cila ka migruar shumë herët në vendet e perëndimit. Mirë po, kjo ka ndryshuar, se një pjesë e madhe e qytetarëve tonë që kanë shkuar nga Kosova, sidomos kohët e fundit edhe pak para luftës, ata e dinë se nuk mjafton vetëm paraja, duhet arsimimi i fëmijëve, vetëm ajo rruga është më e drejtë, ta eliminoj edhe konservatizmin. Sa i përket konservatizmit, këtu ndikon edhe çështja fetare. Ne jemi dëshmitarë se edhe në diasporë po propagandohet më të madhe feja. Unë nuk kam asgjë kundër. Zoti për të gjithë është i njëjtë. Mirë, por kjo nuk duhet, duke besuar në fe edhe në Zot, të kthehesh kundër traditave të cilat ne me mundi kemi të i kalu. Unë nuk arsyetoj futjen e ferrejgjës ose futjen e shamive me çdo kusht në shkollat. Shkolla duhet jetë për emancipimet të gjithëve, ajo duhet jetë si një pamje laike, do me thonë, fëmijët tonë duhet të... Mirë, kjo ju përket sigurisht njerëzve që merren me feja, ata tentojnë gjithmonë dhe është e drejtë e tyre, na s'mund t'ja mohojmë atyre. Jo, absolutikisht. Demokracia do të thotë... Pra ne s'mund dalim kundër... Po, demokracia thotë liria shprehjes fetare, mirë po na duhet ta dimë se edhe në çdo demokraci duhet ketë kufi. Edhe sa i përket fesë, po edhe shprehjes tjerë. Demokracia pa kufi nuk ka kuptim. Pse mendoni kjo është pengesë për femrën në Mërgat? Në atë kuptimin jo gjithherë, mirë po ka raste po. Kemi specifikisht me femrën, sepse edhe emisioni është ka të bëjmë me avancimin e gruas femrës në shoqëri. Nuk është tabu se një pjesë e madhe e qytetarëve mendojnë se roli i gruas është në shtëpi. Roli i gruas
në përgjithësi, jo vetëm shqiptare, edhe komunitetet tjera kanë pas një problem tillë. Mirë po ata kanë arrit me kohë ta kuptojnë se roli i gruas në familje nuk është vetëm në shtëpi, po ta përcjell zhvillimin e përgjithshëm të familjes edhe jashtë shtëpisë. Gruaja së është punëtore, është e organizuar, në jetën e saj shkon mirët me sport përveç detyrave të veta që i ka në shtëpi, obligimeve në punë, obligime në familje. Domethënë me mirë kuptim, me një pa marrë parasysh njeri ku jeton, duhet të nxjerrë nga ai vend vlerat më të mirëfillta të asaj që është neje, duke mos harruar trungun që i përket. Neve si shqiptar duhet të kuptojmë se gruaja ka rol shumë të madh në familje, por nuk e ka vendin vetëm në shtëpi. Gruaja ka vendin edhe jashtë shtëpisë, të bëhet mjeke, të bëhet ekonomiste. Ky është një mesazh për... Po, unë kam një mesazh për kolegët edhe për qytetarët e mi, përkrahni fëmijët e juaj në mënyrën më të mirë të mundshme që të shkollohen në mënyrë të mirëfillt. Edhe zanati është një shkollë, edhe aty mund të arrijnë sukses. Shkollat profesionale. Por mos e orientoni vetëm fëmijët e juaj në drejtim të një mënyrë të izoluar të mirën vetëm me çështje fetare. Feja është një obligim ose themi një besim i secilit për neve, mirë po ajo nuk duhet jetë pengesë për zhvillimin e fëmijëve edhe të vajzave sidomos. Vajzat tona sot kanë mundësi edhe në Zvicër, po edhe këtu në Kosovë të arrijnë në çdo lami majat e suksesit. Nëpërmjet fesë nuk duhet të stagnojmë ato. Mos hym shumë te feja, sepse është, e thamë më herët, që është drejtë e atyre që proklamojnë fenë dhe ata kanë të drejtë, sigurisht që... Por megjithatë, mendoni se kthimi juaj në vendlindje, sepse jemi edhe në minutat e fundit, se po ikin shpejt minutat, kemi mjaft për të biseduar me ju, por megjithatë, mendoni se kthimi juaj në vendlindje për të këmbyer përvojat me kolegë tuaj këtu, do të ishte i dobishëm? Ne dita ditës komunikojmë edhe me kolegët tanë, nuk janë komunikimet tona jo të pakta, janë komunikimet shumë të mëdha. Unë klinikën ku punoj, unë sot për çdo ditë përgatis kolegët e mi të vinë nga Kosova si asistent, domethënë e kemi edhe komunikimin në vepër. Studentët që kanë përfunduar fakultetin mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, ata janë të gatshëm drejt për drejt pas studimeve të integrohen në sistemin shëndetësor në Zvicër. E sa i përket bashkëpunimit institucional, sepse unë në Zvicër nuk e prezantoj vetëm vetveten, po jam e integruar me një klinikë shumë të madhe, atëherë aty ka vend për përmirësime. Kurse komuniteti shqiptar është i hapur gjithherë, edhe ai mjekësor për bashkëpunim me vendlindjen. Sa i mungon vendlindja juve personalisht? Po tash nëse nisëm nga ajo patriotizmi folklorist, muj me thonë për çdo ditë. Po nëse nisëm nga ajo patriotizmi real, më mungon vendlindja, mirë po dhe atje ku jam ndi vetën mirë, se jam pjesë e një komuniteti. Për shkak të obligimeve që kam familje dhe profesionale, unë duhet jem real. Tani për tani nuk kam mundësi. Qose komuniteti jonë këtu në Kosovë e shtet të arsyeshme që njerëzit sikur ne të kthehemi në Kosovë, ne do ta bënim. Mirë po do ta përkthejmë pak më mirë, duhet të kemi edhe vendin ku të kthehemi. Domethënë nuk mund të kthehemi nga zeroja. Qose ka nevojë për këshillat tona, ne i bëjmë. Ne jemi të gatshëm të vinë të punojmë për Kosovën, por duhem që puna jonë të shkojë në drejtimin e duhur. Atëherë unë ju falenderoj për këtë bashkëbisedim, ndoshta arritëm sa të pak që të çojmë një mesazh. Faleminderit, këto ishin tema të cilat e shqetësojnë komunitetin shqiptar në Zvicër. Ndoshta për një kohë shumë të shkurtër sa zgjati biseda jonë nuk është as lehtë të prekësh çdo segment. Mirë po, e them me përgjithësi plot, shqiptarët edhe komuniteti jonë që janë në Zvicër kanë filluar dhe të them kanë zënë shumë mirë hapin të integrohen në shtetin në shoqërinë zvicrane, po edhe të ruajnë traditën dhe lidhjen me vendlindjen. Dhe gjithë ne jemi krenarë që jemi qytetarë, themi me origjinë nga Kosova. Fëmijët e mi thojnë me mburje jemi shqiptarë. Thashë të gjithë ne jemi shqiptarë, pa marrë parasysh ku jemi. Neve na flen zemra për vendlindjen, po edhe punojmë çdo ditë natë, se kur e kemi na mirë, e kanë edhe qytetarët tonë në Kosovë mirë. Atëherë të falenderoj. Me gjithë kënaqësi, faleminderit juve për ftesën. Atëherë të nderuar bashkëdhëtar, këtu është dhe fundi i këtij bashkëbisedimi bashkë. Mirupafshim.